Në atmosferën e 3 muajve të mirë, Muftinia Shkodër ka organizuar tribunën fetare, ku i ftuar nderi ishte Hoxh Doktor Zekeria Bajrami. Në fjalën e tij, Muftyi i Shkodrës, Imam Muhamed Sytari, falenderoi për praninë e tij të ftuarin, ndërsa tha se po hym në një periudhë të begatë dhe të adhurueshme. Para 2 ditësh, po vija në Muftini, edhe një zonjë këtu afër xhamisë së Parrucës, po shiste mimoza. Edhe unë u habita, sepse akoma është ftoft, edhe mimozat janë lejmtare të pranverës, edhe thash subhanallah, ka shpejt kaloj koha, edhe pranvera po vjen. Edhe këto mezhlise, të cilat i nisim sot me praninë e hoxhës tonë të dashtun, janë si mimozat e pranverës, që paralajmërojnë mbërritjen e njëstinë e shumë të dashtun për gjithë secilin prej nesh. Këto mezhlise nuk janë asgjë tjetër veç se një tërheqje vëmendje, se një mik i madh, edhe njëstinë e begat, edhe shumë e dashtun për zemrat e gjithë secilit prej nesh, po ja mbërrin. Hoxh Doktor Zekeria Bajrami dha mesazhe të rëndësishme për të gjithë besimtarët e pranishëm. Falënderimi, lutjet dhe adhurimi i takojnë të vetmit Zot të pashoq, pra Allahu Dhul Jalal. Është Allahu ai i cili kur ka dasht na ka kriju, siç ka dasht na ka formu, rizkun dhe xhelin na ka caktu, me shumë të mira na ka begatu, por më e mire të mirave që Allahu na ka dhuru, është ajo që në Islam na ka udhëzu. Elhamdulillah. Pastaj këto bukuri që i posedojnë muslimant, këto nuk i ka tjetër kush përveç umetit të udhëzuar. Andaj, falenderoj përzemërsisht dhe lusë Allahun Dhul Jalal që ta shpërblej me Firdausul A'la, muftijun ton të nderuar, që na nderoj dhe na boni ftesë që ne të jemi në mesin e juaj, gjithashtu edhe hoxhallarët tjerë. Po ashtu Zoti ju shpërbleft të gjithë juve vëllezër dhe motra që keni nda kohë dhe të shifemi, nga se edhe kjo e ka vlerën e vet. Allahu inshallah na mundson që ta pritim këtë muaj të bekuar që jemi në prag të këtij muaj Ramazanit, ashtu si ka hije, dhe jo vetëm për Ramazan, por ne jemi elhamdulillah musliman deri në frimën e fundit. Wa'bud rabbeke hatta ya'tiyaka al-yaqin.